Një ngjarje me rëndësi ka quar sot në pej ambasadorin e BE-s Ivo Orav dhe disa ambasador të tjerë të vendeve anëtare. Ata u pritën në takim nga kryetari i komunës Gazmend Muhaxheri, derisa ishin pjesë e përurimit të një qerdhjeje të re në Vitomiric, që është edhe investim e mbështetje e BE-s për pejën. Kryetari Muhaxheri falenderoi ambasadorët veçanërisht për këtë investim, ndërkaq edhe ambasadori Orav tha se qëllimin e kanë që ta mbështesin zhvillimin në Kosovë. Për qerdhen në Vitomiric dhe bashkëbisedu për mundësitë e ndryshme për investimet që i ka po Bashkimi Evropian në komunën e Pejës dhe Republikën e Kosovës. Tash vazhdojmë i taku bizneset. Puna jonë është që ta sjellim Kosovën më afër Bashkimit Evropian dhe ta bëjmë me efikasitetin më të madh të mundshëm. Kryetari Muhaxheri theksoi rëndësinë e kësaj vizite shumëpalëshe, duke e konsideruar atë si një mundësi për të shndërruar diskutimet e frytshme në projekte konkrete që sillin përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët.